Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Magnezi është një nga mineralet më të rëndësishme për organizmin, por njëkohësisht edhe nga më të nënvlerësuarit. Edhe pse merr pjesë në më shumë se 300 procese biokimike në trup, shumë njerëz nuk e marrin sasinë e nevojshme përmes ushqimit të përditshëm. Ky mineral luan një rol kryesor në funksionimin e muskujve, zemrës, sistemit nervor dhe në prodhimin e energjisë. Por një nga ndikimet më interesante të magnezit lidhet pikërisht me trurin. Në këtë video do të shohim çfarë mund të ndodhë me trurin gjatë 30 ditëve të para të marrjes së magnezit, cilat ndryshime janë raportuar në studime dhe pse ky mineral është kaq i rëndësishëm për shëndetin e sistemit nervor. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini asnjë video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Java e parë, sistemi nervor fillon të stabilizohet. Gjatë ditëve të para, shumica e njerëzve nuk bërej ndryshime të mëdha. Megjithatë, nëse organizmi kishte mungesë magnezi, ai fillon gradualisht të rikthejë nivelet normale. Magnezi ndihmon në rregullimin e aktivitetit të qelizave nervore dhe merr pjesë në transmetimin e impulseve elektrike në tru. Ai gjithashtu ndihmon në balancimin e disa receptorëve nervor që lidhen me ngacmëshmërinë e trurit. Për këtë arsye, tek disa persona mund të fillojë të shfaqet një ndjesi më e madhe qetësie dhe tensioni nervor mund të zvogëlohet gradualisht. Sigurisht, kjo nuk ndodh tek të gjithë në të njëjtën mënyrë, pasi gjithçka varet nga niveli fillestar i magnezit dhe gjendja shëndetësore e individit. Java e dytë, gjumi mund të përmirësohet. Një nga ndryshimet më të raportuara lidhet me gjumin. Magnezi merr pjesë në funksionimin normal të sistemit nervor dhe ndikon në mekanizma që ndihmojnë trupin të relaksohet para gjumit. Tek personat me mungesë magnezi, rikthimi i niveleve normale mund të ndihmojë që gjumi të bëhet më i qetë dhe ndërprerje gjatë natës të jenë më të pakta. Disa njerëz raportojnë se flen më shpejt ose zgjohen duke u ndjerë më të çlodhur. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se pagjumësia mund të ketë shumë shkaqe të tjera dhe magnezi nuk është zgjidhje për çdo problem me gjumin. Java e tretë, përqendrimi dhe qartësia mendore. Truri konsumon një sasi të madhe energjie çdo ditë. Qelizat nervore komunikojnë vazhdimisht me njëra tjetrën dhe për këtë proces nevojiten shumë minerale dhe lëndë ushqyese. Magnezi merr pjesë në këtë komunikim dhe ndihmon funksionimin normal të neuroneve. Nëse mungesa e tij ka qenë shkaku i lodhjes mendore ose vështirësisë në përqendrim, disa persona mund të ndjejnë përmirësim gradual. Disa përshkruajnë këtë si ndjesi në një mendje më të thjellët ose më pak mjegull në tru. Natyrisht, kjo nuk do të thotë se magnezi rrit inteligjencën apo kujtesën tek njerëzit që kanë nivele normale të tij. Por rikthimi i mungesës mund të ndihmojë që truri të funksionojë më afër potencialit të tij normal. Java e katërt, më pak stres dhe ndjesi më e madhe qetësie. Magnezi shpesh quhet edhe minerali i relaksimit. Kjo sepse ai ndihmon në funksionimin normal të sistemit nervor dhe merr pjesë në rregullimin e disa proceseve që lidhen me reagimin ndaj stresit. Kur organizmi ka mungesë magnezi, sistemi nervor mund të bëhet më i ndjeshëm ndaj stresit. Tek disa persona, pas disa javësh me nivele normale të magnezit, mund të vërehet një reagim më i qetë ndaj situatave të përditshme stresuese. Kjo nuk do të thotë se stresi zhduket, por organizmi mund ta përballojë më mirë atë. Si ndikon magnezi në kujtesë? Një nga temat që ka tërhequr më shumë interes vitet e fundit është lidhja mes magnezit dhe kujtesës. Disa studime kanë sugjeruar se nivelet normale të magnezit janë të rëndësishme për plasticitetin e trurit. Plasticiteti është aftësia e trurit për të krijuar lidhje të reja mes neuroneve, një proces thelbësor për të mësuar dhe për të ruajtur informacionin. Magnezi dhe ankthi. Shumë njerëz përdorin suplemente me magnez me shpresën për të reduktuar ankthin. Disa studime kanë gjetur se tek persona të caktuar, sidomos ata me mungesë magnezi, suplementimi mund të ndihmojë në uljen e simptomave të lehta të ankthit. Megjithatë, ankthi është një gjendje komplekse që mund të ketë shumë shkaqe. Për këtë arsye, magnezi nuk duhet parë si zëvendësim i trajtimeve të rekomanduara nga profesionistët e shëndetit mendor. Çfarë ndodh nëse keni mungesë magnezi? Mungesa e magnezit mund të shoqërohet me simptoma të ndryshme. Disa nga më të zakonshmet janë lodhja, ngërqet muskulore, drejtjet e çepallave, nervozizmi, vështirësitë me gjumin dhe ndonjëherë edhe rrahje të rregullta të zemrës.
Nëse shkaku i këtyre simptomave është mungesa magnezit, korrigjimi i saj mund të ndihmojë në përmirësimin gradual të tyre. Cilat ushqime janë burimet më të mira të magnezit? Mënyra më e mirë për të marrë magnez mbetet ushqime. Burime shumë të mira janë bajamet, arrat, farat e kungullit, fara chia, spinaqi, fasulet, tërshëra, çokolada e zezë dhe drithrat integrale. Një dietë e larmishme zakonisht siguron sasi të mjaftueshme për shumicën e njerëzve. Kur kjo nuk është e mundur ose kur ekziston mungesë e konfirmuar, mjeku mund të rekomandojë suplemente. A duhet të marrim të gjithë suplemente me magnez? Jo domosdoshmërisht. Shumë njerëz marrin mjaftueshëm magnez përmes ushqimit. Përdorimi i suplementeve nuk është gjithmonë i nevojshëm dhe në doza të larta mund të shkaktojë efekte anësore si diarre, dhimbje barku ose të ndërveprojë me disa medikamente. Për këtë arsye, suplementet duhet të përdoren sipas këshillës së një profesionisti shëndetësor, veçanërisht tek personat me sëmundje të veshkave ose probleme të tjera kronike. Magnezi është një mineral thelbësor për funksionimin normal të trurit dhe të gjithë sistemit nervor. Nëse organizmi ka mungesë të tij, rikthimi i niveleve normale mund të ndihmojë gradualisht në përmirësimin e gjumit, uljen e lodhjes mendore, mbështetjen e përqendrimit dhe funksionimin normal të qelizave nervore. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga një person tek tjetri dhe varen nga shkaku i simptomave dhe niveli fillestar i magnezit. Një dietë e shëndetshme, gjumi cilësor, aktiviteti fizik dhe kujdesi për shëndetin në përgjithësi mbeten faktorët më të rëndësishëm për një tru të shëndetshëm. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe comment.